që je duke pritur edhe një vajzë, tani pas 3 çunave, shumë të bukur. Po, do më thonë tash jam në muajin e 5 të shtatzanis, jam në atë fazën që tani po pushoj, nuk kam ndonjë angazhim, edhe pse fillimi i shtatzanis ka fillu në angazhim, por që nuk e kisha ditë vetë. Okej. Kur e kuptove që je shtatzën? Pas sa javësh ose? Do më thënë pas 1 muaj e gjysmë prova, gati një 2 javë më duket para se të përfundoj premiera. Unë kisha ngel shtatzën, por nuk e kum ditë. Edhe shqyqyr që nuk e kisha ditë. Se ndoshta do kishe bo kujdesa, kështu nuk e ke ursy vetëm fare. Kom pas skena aty na shumë, do më thonë, të mbahem në atë kafazin që kisha lartë, të mbahem me trup, me kokë të poshtë. Ta kisha ditë, ndoshta nuk e kisha bërë dhe nuk ishte dalë shumë mirë. Atë skenën e kam pas të gjithë pikë të dobët, sepse doli me të vërtet shumë mirë. Sa bukur. Edhe pastaj, pasi përfundova me premierën, 2 javë, 3, një kohë e gjatë kaloj pas premierës që e kuptova që unë më isha qenë 2 mujsh. Mirë, suksesin e shfaqjes e ke shiu, je knaq, edhe pastaj ka ardhur faza tjetër. Faza, do më thënë, jam e lumtur, po, sepse pas 3 djemve më në fund edhe unë e meritoj të kemi vajzë. Më thej pak më herët, e kisha në plan mos të ndaloja deri ta bëja një vajzë. S'do i mbyllja syt pa e bën një vajzë. Shqyqyr Zotit, po, që ma mundsoj. Edhe uroj që edhe mama tjera ta përjetojnë këtë. Nëna gjithmonë ka dëshirë që të ketë llojshmëri në gjini. Shumë e Edhe vërtetë. ta ketë edhe djem edhe vajza. Po duke e ditë që vajza është për prindër deri në fund të jetës, jo që nuk janë dhe djem, por që vajzat si natyrë jemi më sakrifikuese, japim më shumë dashuri, kështu që e ke merituar definitivisht edhe ti një vajzë.